Arisare, përshëndetje. Përshëndetje. Pak ditë më parë u zgjodhet nga Shkodra Sport si njëri prej 10 talentëve të vitit 2024. U ndjeti emocionuar që morët një vlerësim të tillë? Unë njeva shumë i emocionuar dhe gjithashtu dhe i lumtur sepse ky çmim ishte shumë një hap i vogël për mua, pa në të ardhmen një hap i madh se mban më stërvit më shumë edhe me pas ambicie. Si e priti familja Ara një çmim të tillë të djalit të saj? E priten të emocionum, të lumtun, edhe shpresoj që jam të i kënaqur dita ditë edhe me ja shpërbly atyne. Çmimet e tilla janë një motiv më shumë edhe për ju për të bërë mirë në të ardhmen? Po, sidomos ky çmim sepse ky çmim ka kanë i vlerësim i madh për mua sepse janë shumë talente në Shkodër që stërvitin edhe ata fort për ditë. Edhe ka kanë një çmim i mirë për mua. Pse zgjodhi Arisara të merret me futboll dhe jo me një sport tjetër? Po e kam nisë këtë sport që në moshën 6 vjeçare me profesor Erion Mandin, që mund të ketë kanë një ndër trajnerat më të mirë për mua, që më ka mësuar që është në moshë të vogël teknikën, gjanat elementare në moshë të vogël. Dhe më pas metët tek futbolli? Po, te futbolli. Pse? Çfarë të pati të veçantë kjo lojë? Mendua që mund të bëni të mirë? Po, sepse ai shifte te unë diçka, që është në moshë të vogël. Sot një pjesëtar i Vllaznisë kanë filluar dhe sukseset e para. Jeni protagonist me lojën, me golat, emri juaj ka filluar të përmendet më tepër. Është emocion për ju? Është emocional dhe shpresoj që me marrë këtë ritëm edhe me shprehje te ekipi i parë një ditë. Keni filluar të jeni stërvitje her pas herët me ekipin e parë. Kjo është ëndra e gjithë secilit për të qenë pjesë e Vllaznisë? Po, tash normal se Vllaznia është ekipi i ëndrave i tonë fëmijëve në Shkodër. Cili ka qenë momenti më i veçantë i karrierës së deri tanishme? Momenti më i veçantë ka qenë kur bana debutimin vjet me Skënderbën, edhe shpresoj që me vazhdu me u angazhu me skuadrën. Kush gëzohet më tepër në familjen Ara kur keni një gol apo një moment veçantë? Gëzohet gjyshi sepse ai në moshë të vogël është mundu me mbas stërvitje individuale sepse ka qenë trajner atletiket dhe babi. Kjo keni pas idhull si fëmijë? Idhull si fëmijë më ka pëlqyer loja Gilman League sepse kemi të dy të njëjtin rol, winger. Atë kam pas fatin që e kam pas edhe trajner. Keni mësuar prej tij? Shumë gjana kam mësuar prej tij. Edhe këta arritjet që kam tesh, 70% i kam veç prej tij. Çfarë ka mësuar Gilman Liga për të ecur përpara? Profesor Gilmani më ka mësuar shumë gjana, tuniste mentaliteti i trunit që është shumë i rëndësishëm për futbollistin dhe ka pas besimin jashtëzakonisht madh te aftësitë e mia dhe më ka bërë më shpreh të aftësitë e mia më të mira në fushë. Tek Vllaznia aktualisht tek ekipi i parë po jepet prioritet të rinjve. Mendon që shumë shpejt Arisare do ta ketë edhe ai vendin e tij ashtu si Kevin Dodaj apo ndonjë tjetër? Pse jo, tash inshallah eci me këtë ritëm edhe kanë me marrë edhe mu minutat në ekip parë. Cila është ëndra e madhe e Arisares? Ëndra më e madhe është që me vazhdu me debutu me ekipin e parë neshes dhe pastaj mu shit në ndonjë klub në Europë që është me famë. Faleminderit Arisara. Faleminderit ty.